politike dhe të vinë deri te zgjidhja e këtij problemi. Zoti Krasniqi, presidentja, a mund se tash është vije holl, nëse thot mirë, duhet ta votoni kandidatën e partisë që ka dalë para, mund ta akuzojnë se po ja mban kraj vetëvendosjes. Nëse thot duhet kompromis me kandidatën e vetëvendosjes, sërish vetëvendosja mund thot po ja mban krajin ish opozitës. Apo si ta shohim si situatë? Po më dhesh roli presidentës është këgja i kufizum këtë rast, për shkak se është vullnetin e partive politike, deputetëve tyre që të votojnë dhe të konstojnë kuvendin. Dhe është shumë vështirë presidentja që të arrijë t'i binë, por të paktën mundet me shërby si platformë e negocimit edhe të dialogut politik që mund të ndodhë ndërmjet partive politike. Përkundër që nuk është se ata po duhet t'i ftoj dikush, se po të kishin vullnet, gjejnë kanale dhe munden që të arrijnë një kompromis për konstim të vendit. Faktë edhe po takohen aty që po i thret her pas here takohen, po. Por këtu presidentja po edhe gjykata kushtetuese nuk është që ka në rol, përderisa lëvizja vetëvendosje ka propozim për kandidat për kryetar të kuvendit. Në rast se lëvizja vetëvendosje nuk propozon fare, atëherë mundet të hapet rruga për parti tjera që të provojnë ta shkaktojnë një vendim, qoftë duke zgjedhur një kandidat tjetër, dhe pastaj ajo të kontestohet në gjykatë kushtetuese për të konstatuar nëse çaja e drejtë që është dhënë vetëvendosjes për të propozuar kandidatin për kryetar kuvendit është humbur si pasojë mos shfrytëzimit, pra mos propozimit të kandidaturave për kryetar të kuvendit. Partitë ish opozitare dhe këtë hapin që deri tani jo, për shkak se ajo ka të drejtën e propozimit të kandidatit. Por nuk i ka votat. Nuk ka votat. Nëse i ka ana tjetër votat. Por e drejta e propozimit është ekskluzive për lëvizjen vetëvendosje dhe nuk mundet një subjekt tjetër që ta propozoj. Jo, me shumë po them, e bëjnë aktin që ka vlerë juridike, pastaj kontestohet në gjykatë kushtetuese. Por që të vënë lëvizje gjykatën kushtetuese. Besoj që do të krijonte ndonjë rast për gjykatën kushtetuese që të mund ta interpretante. Por situata e sotme do nuk është vendi që mendohet se është jo kushtetues. Jo, në rast se po mendoj ta zgjidhte situatën, përderisa lëvizja vetëvendosje ka kandidat dhe propozon. Atëherë duhet që lëvizja vetëvendosje mund të mbetet me kandidat që e propozon, nëse si ka votat deri sipas interpretimit të 2014-s, kur kemi zgjatur të 6 muaj në përputhje për konstituim të kuvendit, nuk ka një afat. Për shkak se ai afati ku thuhet që brenda 30 ditëve duhet të mbledhet kuvendi, është interpretuar për gjykatës që është vetëm për të nisur seanca dhe jo që të përfundoj brenda asaj periudhe. Por edhe situata sot më është, mendoj që pasojë një interpretimi që edhe atëherë ka qenë i gabuar i gjykatës kushtetuese, kur ka kufizuar të drejtën e propozimit tek subjekti i cili ka dalë i pari në zgjedhje, dhe jo si shkruan në kushtetut tek grupi më i madh parlamentar. Për shkak se grupet parlamentare një koncept krejt tjetër prej subjekte politike dhe ato riformulohen në kuvend në varësi të numrave që i kanë. Dhe nëse do të ishte një situatë e tillë, atëherë rigrupimet do të mund të ndodhin dhe ajo që ka shumicën do të mund të propozonte. Por edhe atëherë edhe opozita nuk e kanë fashimit. Nuk e dim, po të paktën do të provojnë. E dina në qendrim të këtë nuk me hime. Nuk është provu. E kena një që është e vogël. Deri tash në këtë interpretim është e kufizuar dhe e bllokuar vetëm tek lëvizja vetëvendosje. Në rast se do të kishte një mundësi. Bajtona. Edhe unë mendoj që bashkëpikërisht vetëvendosja do ta përjashtonte lëvizjen vetëvendosje, do të mund të lejonte ose të paktën të shikojë nëse ka një shumicë tjetër parlamentare. Nëse nuk ka shumicë tjetër parlamentare, shpërndahet kuvendi, është një kuvend i varur, ku i cili nuk mund... është problemi, a është njësuar subjekti politik me grupin parlamentar? Dhe me këtë gjykimin tuaj është bërë njësim? Deri në konstituim kuvendit. Do thotë që është interpretuar që deri në konstituim kuvendit nuk ka rikonstruim. Por kjo duhet të ndryshohet, edhe atëherë kemi bërë vetë përfundet, lutem. Ja dëgjoj se të përfundoj argumentimin, mandej. S'po duhet të pengu. Po jo, atëherë lejon ta përfundoj fjalin hapse. Duhet të ndryshohet patjetër kushtetuta. Në një situatë të tillë gjithmonë do të mund të jemi para bllokada. Duhet të marrim modelet e vendeve tjera. Të bëhet si kryetari i kuvendit propozohet me të paktën 20 nënshkrime të deputetëve. Janë 2-3 kandidatura dhe ai i cili merr shumicën e deputetëve, votat të deputetëve zgjedh kryetari i kuvendit. Kryetari i kuvendit nuk është përfaqësues i popullit, as nuk i përfaqëson qytetarët, është përfaqësues i 120 deputetëve. Ata duhet ta zgjedhin përfaqësuesin e tyre, një person i cili kanë besim të paktën të gjysmës së deputetëve. Kjo është urgjencë, do thotë për shkak se gjithmonë do të hyjmë në cikle të bllokadave, kush do të është i pari do ta ketë këtë mundësinë që t'i shantazhojë të tjerë,
ta pengoj konstituimit, do të shohim çfarë duke ndodhur tani. Për lëvizjen vetëvendosim, më me rëndësirë që ata ta kenë zonin Albulena Haxhiu kryetarët të kuvendit, sesa Kosova të ketë